MPJD kërkon angazhim ndërkombëtar pas arrestimit të ish ushtarit të UÇK-s në Serbi. Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës e Kosovës ka konfirmuar arrestimin e shtetasit të Kosovës, Avni Çenaj, nga autoritetet e Serbisë dhe ka njoftuar se po ndërmerren të gjitha veprimet për mbrojtjen e të drejtave dhe sigurisë së tij. Sipas njoftimit të MPJD-s, menjëherë pas marrjes së informacionit mbi arrestimin, zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi ka dërguar kërkesë zyrtare te autoritetet serbe për konfirmimin e arrestimit. Arsyet konkrete të ndalimit vendodhjen ku mbahet si dhe çdo informacion tjetër të nevojshëm për trajtimin e mëtejshëm të rastit. Ministria njofton gjithashtu se është informuar delegacioni i Bashkimit Evropian në Serbi, si dhe janë dërguar nota verbale të misionet diplomatike të vendeve të Kurintit për të siguruar mbikëqyrje dhe angazhim ndërkombëtar në mbrojtje të drejtave të Çenajt. Zyra ndërlidhëse e Kosovës në Serbi do të procedojë me kërkesën për lejimin e vizitës së të arrestuarit sapo të konfirmohet lokacioni saktë i tij. MPJD thekson se do të informojë opinionin publik në mënyrë të vazhdueshme për çdo zhvillim lidhur me këtë rast. Ministria i bën thirrje komunitetit ndërkombëtar të rrisë vigjilencën dhe presionin ndaj autoriteteve serbe, duke theksuar se Serbia vazhdon praktikën e keqtrajtimit dhe intimidimit të shtetasëve të Kosovës, duke cënuar norma dhe standarde ndërkombëtare për të drejtat e njerëzit.